Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari ka shpërthyer në sulme të forta ndaj Sali Berishës, i cili nxiu Shqipërinë në Asamblen Parlamentare të Partive Popullore Europiane. Sipas Evi Kokalarit, me të tilla qëndrime Berisha po i bën dëm Shqipërisë dhe jo Edi Ramës. Sipas saj, Berisha po tenton të bllokojë integrimin në Bashkimin Evropian. Të thuash në Parlamentin Evropian që Shqipëria është narkoshtet, nuk i bën dëm Edi Ramës, por dinjitetit të Shqipërisë. Jam e shokuar që një ish president dhe ish kryeministër i vendit nuk e kupton që dinjiteti i kombit është shumë herë më i rëndësishëm se sa opozitarizmi i tij, i cili në fakt çalon dukshëm. Shqiptarët duan të hyjnë në Bashkimin Evropian dhe dëmi që kërkon të bëjë Berisha i bëhet direkt sovranit. Kjo është dhe arsyeja pse shqiptarët e protestuan Berishën masivisht më 11 maj. Jam thellësisht e indigjuar dhe realisht më vjen turp për këtë reputacion të keq që përhapi ish-kryeministri i vendit, shkruan ajo. Berisha apeloi një ditë më parë në samitin e Partive Popullore Europiane në Bruksel që të sjellin në Shqipëri një mision verifikues, pasi ai do t'i vërë në dispozicion faktet që dëshmojnë lidhjen e qeverisë Rama me kartelet nga Sinaloa në Medellin dhe Ekuador. Partitë Popullore Europiane vendosën që të caktojnë një mision fakt mbledhës edhe në Shqipëri, pasi bën të njëjtën gjë në Liban apo Moldavi. Berisha theksoi se ky mision ka rëndësi të madhe për Shqipërinë dhe Europën. Shqipëria është një eksportuese e madhe kriminaliteti, droge dhe emigrantësh. Ky mision do të kishte vlerë të madhe për të gjithë, deklaroi ndër të tjera Berisha.